Do ta kemi në linë të drejt për drejt telefonike Besnik Kelmendi, një politikan dhe aktivist i angazhuar në partinë CDU. Ai është zyrtar në qeverinë Nordrhein-Westfalen dhe antar i kryesisë së Këshillit të Integrimit të këtij landi, ku kontribuon në zhvillimin e politikave për përfshirjen dhe mundësitë e barabarta. Ai është gjithashtu antar i fraksionit të CDU-s në parlamentin e qytetit e Esenit. Përveç angazhimit të tij politik, Besnik Kelmendi është aktiv në shoqata shqiptare, organizata integruese dhe klube futbolli në qytetin e Esenit, ku jeton dhe vepron prej më shumë se 30 vitësh. Ai ka kontakte të ngushta me Kosovën dhe me Shqipërinë dhe përmes këtyre lidhjeve ndihmon komunitetin shqiptar të integrohet sa më mirë në këtë rajon. Me përvojën dhe përkushtimin e tij, Besnik Kelmendi vazhdon të punojë për një shoqëri më të lidhur dhe më të integruar. Besnik Kelmendi, faleminderit për kohën që ke ndarë për ne dhe dëgjuesit e Radio Tugagjinit. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për dëgjuesit ju dhe miqtë tanë atje në rrafshin Tugagjinit. Zotri Kelmendi, a ishin të pritshme rezultatet që prodhuan zgjedhjet e djeshme në Gjermani? Rezultatet se ne si partia e CDU-s do të fitonim, këto ishin të pritshme për shkak të jo qeverisë së mirë të viteve kaluara, ku dhe vetë kancelari dha domethënë tërheqje parakoshme, domethënë shkumin e zgjedhjeve të parakoshme, kjo është e ditur. Por rrethonat kanë qenë as vështira, kështu se më në fund ja dolën. Mirë, po cilat janë matematikat më reale për krijimin e koalicioneve për qeverinë e re? Po tani në shtetet demokratike, domethënë fillojnë bisedat, na jemi në fillim, i kemi disa varianta, por një e mirë është se ne kemi tani mundësi të bëjmë një qeveri demokratike, të kemi një partner ku mundem të bëjmë me një parti, pa pas nevojë të kemi dy parti, dhe nuk kemi nevojë të më thonë ajo dhe cila edhe nuk do të jetë në shprehje, për bashkëpunimin apo të merrte timonin, sepse po të ishte dalë partia e djathtëve domethënë ekstreme, si partia e parë, këtu në Gjermani është me rregull, ashtu si edhe në Kosovë, se ato duhet të kishin marrë domethënë leje nga presidenti për të themeluar parlamentin edhe qeverinë. Kështu se këtu ne kemi arritë shumë me punën tonë, me përkushtimin tonë si opozit, një 3 vjeçar mbas zonjës Merkel, dhe tani jemi këtu ku jemi, kemi fituar zgjedhjet, kemi marrë shumicën domethënë të votave dhe presim koalicione, besoj se do të shkon një rrugë shumë e shpejt, sepse nuk kemi domethënë alternativë shumë, nuk kemi kohë shumë, presim sepse në Gjermani ka pas në vitet e fundit një shumë probleme të cilat nuk kanë ecë mirë dhe ato duhet sa më shpejt kemi një zgjedhje shumë më shpejt. Urojmë të shkojnë shpejt dhe mbar, po cilat janë pikat kyçe që e karakterizojnë programin qeverisës të kancelarit në ardhje, Friedrich Merz? Po për shkak se sektor ju në prezantimin tim jetoj këtu që 30 vite dhe i pishojmë domethënë ndryshimet, dhe pishojmë kërkesat dhe zhvillimet këtu, janë dy çështje kyçe, të cilat për çdo shtet, sidomos për Gjermaninë, ku pritet si një shtet më i fortë në Evropë, i cili duhet ta merr zërin, edhe duhet kur është një Gjermani e fortë, ashtu është edhe Evropa e fortë, dhe ne kemi disa pika ku duhet fillojmë më një herë këtu në Gjermani, është çështjet ekonomike, domethënë duhet për zhvillimin ekonomik të shtetit, ku 2 vitet e fundit vetëm kanë pas domethënë ramje, jo hypje domethënë, dhe është edhe çështja e emigrimit. Çështja e emigrimit është se duhet të bëhet një emigrim i kontrollueshëm, jo si kur duke ecë sikur të tani, sepse shihet edhe për çka është rrit, domethënë edhe ajo partia, domethënë AfD, për shkak se njerëzit janë shumë të frustruar, njerëzit janë shumë të pa informuar çka sjell ajo parti, dhe kështu se kanë marrë edhe 1%, 20%, kjo është një diçka historike, një parti e cila nuk ka 10 vite se është themeluar. Zotri Kelmendi, Merz e përmendi dje edhe NATO-n. Tha se do të kërkoj pavarësi të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu shprehu dyshime për të ardhmen e NATO-s. Çka mund të nënkuptojmë nga kjo për sa i përket
të ardhmës së politikës së jashtme gjermane? Nuk është krejt ashtu, domethënë si është interpretuar për NATO, por çka është shumë e vërtetë dhe kjo është e domosdoshme, në Gjermani nuk është ushtria, domethënë se është e detyrueshme. Ne si parti e kërkojmë këto, sidomos tani mbas situatës që ndodhi në Ukrainë dhe thuja lufta vetëm erdhi në Evropë. Gjermania është shumë e paprgatitur me këtë drejtim dhe ne sikur CDU pikën e parë do bëjmë do e kthejmë domethënë në ushtrinë e detyrueshme në shtetin gjerman. Dhe jemi duke jemi duke komunikuar dhe duhet bashkëpunuar sa më shumë në Evropën dhe duhet Evropa mbas zgjedhjes edhe të Trumpit të ketë një faktor kyç do të ketë për të jetë e aftë ta mbronë edhe vetëm. Mos jetë edhe në varë domethënë nga Amerika, nuk është fjala për NATO, por është për shembull nga Amerika e cila nuk do koncentrohet shumë knena për mbrojtjen e Evropës, por ajo ka hallet e veta domethënë me tjetër pjesë në botës. Cila mund të jetë qasja e kancelarit ardhshëm në raport me vendet e Ballkanit dhe do të vazhdojë kancelari në ardhje mers angazhimin në procesin e Berlinit, e cila u nis nga paraardhja e tij Angela Merkel? Patjetër se ajo njerëzit tanë, miqtë të Kosovës, të partisë tonë, i cili është grupi më i madh, thuja të gjithë ata të cilët janë me vite në për grupet parlamentare, për punë të jashtme të Bundestagut, të gjithë kanë fituar. Domethënë të gjithë ata miq tanë të cilët që raportojnë, sikur zoti Peter, edhe tjerë, domethënë Tosën Fraj dhe Merma me Sticekin, se kanë nisë këtë rrugë të cilët kanë qenë këshilltarë të zonës Merkel, ata fituan dhe shkuan në parlament dhe kjo do të jep një hap, një rrugë shumë më të mirë dhe më të shpejtë për gjithë Ballkanin, jo vetëm për ne shqiptarët. Dhe një pyetje e kanë zotëri Kelmendi, si e shihni qasjen e CDU-s në raport me dialogun Kosovë-Serbi dhe cili mendoni se do të jetë roli i qeverisë re gjermane në lidhje me këtë çështje? Po si që ka dhe më herët, Evropa ka prit shumë nga Gjermania. Domethënë Evropa nuk ka pas partner, për ata dhe kohën e fundit mori Macron duke e pasur Gjermania zotëri Scholz shumë i dopt në këtë drejtim. Dhe Evropa e lypte një lider, domethënë Merkel nuk ishte me, Scholzi nuk arriti të bënë, kjo pritet tani nga zotëri Merz, i cili ka përvojë evropiane, i cili ka qenë edhe vetë deputet, domethënë eurodeputet me vite atje dhe e kupton shumë këtë pjesë ose po si ta them, dhe natyrisht se zotëri Merz dhe bashkë me Bashkimin Evropian do të jenë më intensiv se sa këto 3 vitet e fundit, edhe normal që do të takohet dhe dialogu mes Serbisë dhe Kosovës duhet të merr fundin edhe duhet ta merr drejtimin pro-evropian as më shpejt, as më mirë, sepse Kosova dhe vendet e Ballkanit janë në Evropë dhe kur nuk ka një Evropë stabile, edhe po në Ballkan stabil nuk mund të ketë as në Evropë, tash e shohim shumë më mirë se çka do të thotë një Evropë e bashkuar, një Evropë stabile, kur në Ukraina dhe Rusia janë në luftë dhe kështu duhet sa më parë të ecë dialogu dhe mos kemi një drejtim të rrugës së keqe për të ecim përpara. Zotëri Kelmendi, ju faleminderit shumë për kohën dhe për opinionin tuaj që keni dhënë në emisionin Magazina. Nga i gjithë stafi, urime dhe ju shkoft mbar qeveria e re. Faleminderit shumë. Edhe ju edhe një përshëndetje dhe kisha pas dëshirë të përshëndes të gjithë kushëlletët dhe farafisit në fshatin Rohat dhe kaloni sa më bukur në pejën e bukur. Shumë faleminderit. Besnik Kelmendi, politikan i CDU-s gjermane.